Deputeti i Partisë Demokratike dhe drejtuesi politik i Vlorës për PD-n Bujar Leskaj ka dhënë dorëheqje nga drejtimi politik në këtë qark. Përmes një postimi në faqen e vet në Facebook, Leskaj shpreh se PD ka nevojë të nisë një analizë të thellë të brendshme për humbjen e zgjedhjeve për të kuptuar pse dhe ku gabuam të gjithë ne, drejtuesit politik, drejtuesit e PD-s dhe drejtuesit e degëve të saj, kandidatët për deputet dhe çfarë duhet të bëjmë për të konsoliduar besimin tek qytetarët. PD duhet fillojë një analizë të thellë të brendshme për humbjen e zgjedhjeve për të kuptuar pse dhe ku gabuam të gjithë ne, drejtuesit politik, drejtuesit e PD-s dhe drejtuesit e degëve të saj, kandidatët për deputet dhe çfarë duhet të bëjmë për të konsoliduar besimin tek qytetarët. Duhet një reflektim i sinqert dhe një planifikim i qartë për të korrigjuar gabimet e bëra. Një hap i nevojshëm në këtë drejtim është që deputetët e listave të mbyllura të lënë gjysmën e mandatit për deputetët e listave të hapura apo deputetët pasardhës. Kjo është një mënyrë për të hapur Partinë Demokratike, ashtu siç ishin principet e rithemelimit. Personalisht pas 2 vitesh do të lë mandatin tim të deputetit e kandidati pasardhës në listë për të inkurajuar deputetët e rinj, nxitur rinovimin dhe për të sjellë një frym të re të bërit politik. Ky është një proces që duhet ndiqet nga të gjithë deputetët aktual, të cilët më vonë si ish deputetët duhet vazhdojnë të kontribuojnë maksimalisht si të ishin deputet me veprimtari. Kjo formulë në optikën time e bën më të shëndetshme Partinë Demokratike, duke e bërë më të fortë, më të hapur dhe më të sigurt për të ardhmen, shprehet Leskaj. Ju rikujtojmë se pas përplasjeve për primaret, Leskaj ka sfiduar urdhrat e partisë, duke marrë pjesë në protestën në mbështetje të krerëve të UÇK-s, që po gjykohen në Hag. Gjatë protestës, Leskaj u shpreh për gazetarët, ku shpëton për urdhrat, duke i larguar më pas mikrofonin njërit prej tyre. Ky veprim vjen në një kohë kur PD po kërkon të mbajë një qendrim të unifikuar për këtë çështje, por Leskaj ka zgjedhur të shfaqë hapur mbështetjen e tij për ish krerët e UÇK-s, pavarësisht urdhrave të partisë.